Do të metemi në zhvillimet e politikës. Me mua në studio është bashkuar kreu i Lëvizja Bashkë, zoti Arlind Qorri. Mirë se erdhët. Ju faleminderit për ftesën. Dua ta filloj nga materiali i fundit që ndoqëm nga deklaratat e kreut të opozitës zotit Berisha, i cili ka thënë që nëse vjen në pushtet do të anulohen të gjitha koncesionet dhe partneritetet publik-privat. Si e gjykoni? Zoti Berisha para se të vinë zgjedhjet gjithmonë kopjon programin e Lëvizjes Bashkë, merr atë guxim që se ka 4 vjet rresht. Edhe pastaj premton gjithçka dhe të kundërtën e gjithçkaje. Zoti Berisha ka qenë një herë në pushtet në Shqipëri, biles jo një herë, po ja 2-3 herë, edhe aso kohë ka pasur koncesione, ka pasur edhe partneritete publike-private. Është e vërtetë sigurisht që në qeverisin e zotit Rama këto janë thelluar, janë shtuar, e gjithçka ka shkuar keq e më keq. Mirë, kjo është një logjik që ka nisur më herët edhe vazhdon. Partitë e vjetra në Shqipëri ndajnë të njëjtat ide, ndajnë të njëjtën frymë, janë funde kryet korruptuara, u shërbejnë oligarkëve. Edhe në këtë sens nuk do në marrë seriozisht çfarë thonë një muaj para zgjedhjeve. Se dhe zoti Rama, ku diun, apo Partia Socialiste, 2 ditë më parë më duket se hodhi një propozim, diçka që e ka thënë prej kohësh Lëvizja Bashkë, do t'i bëj pensionin minimal sa minimumi jetik. E kemi kërkuar në 10 protesta dhe aksione, sigurisht një muaj para zgjedhjeve është kollaj të gënjesh dhe ata që të vjedhin 4 vjet rresht të gënjejnë dhe 2 muaj apo 1 muaj për para zgjedhjeve, më u bëj thirrje qytetarëve shqiptar që të mos u avën veshin hajdutëve dhe gënjeshtarëve të vjetër, po të shohin me seriozitet programin e partive si Lëvizja Bashkë. Pra ju po thoni që këtë pikë Partia Demokratike e ka marrë nga programi juaj? Po tani, ne jemi lodhur duke shfaqur veten dhe vërtetuar veten si kundërshtar të fortë oligarkisë ekonomike, tezën për shfuqizimin e ligjit të investitorëve strategjik, për anulimin e koncesioneve, për mos përdorimin më të PPP-ve e kështu me radhë, kemi vite që artikulojmë në sferën publike, madje kemi thënë edhe se në fushatën e fundit Tiranës që ne do të ndalojmë lejet e ndërtimit brenda unazës madhe të Tiranës, base një ditë, 2-3 ditë para zgjedhjeve dhe Rama me Berishën kanë për ta vjedhur edhe këtë tezë të fundit, më keni parasysh diçka. Kur idet nuk janë organike, kur idet nuk vinë prej bindjeve të thella të partive politike, ato i merrera. Kështu që në këtë kuptim unë vërtet ndihem mirë që Lëvizja Bashkë ato që fari propozon i ka të jetë seriozisht dhe i ka produkt të punës dhe veprimtarisë vet disa vjeçare. Në qartë. Ju keni folur ditë të fundit zoti Qorri për një bashkëqeverisje PS-PD pas 11 majit. Ku e bazoni këtë? Keni dieni për ndonjë skenar që është duke u diskutuar mes palëve? Unë nuk kam asnjë teori konspirative dhe unë në Republikën tonë jam i fundit që i marr vesh thashëthemet. As interesohen për thashëtheme, as para kam miqësi me ata që përhapi thashëthemet. Por, nga ana tjetër unë ditë arsyetoj politikisht. Kështu që nuk është se kam ndonjë të dhënë në rrogoz. Çfarë dim ne me siguri? Që PS-ja dhe PD-ja, Rama dhe Berisha kanë disa interesa bazike të përbashkëta. Si për shembull, fakti që duan të zhdukin institucionet e reja të drejtësisë, se po shtrëngohet litari rreth qafës. Dhe dyta, fakti që janë bashkëpunëtorë të ngushtë me oligarkinë ekonomike. Oligarkët i kanë bashkë, urrëtitjen për drejtësinë e kanë bashkë. Çfarë do ndodhë nëse asnjë parti nuk ka 71 mandate në parlamentin e ardhshëm? 3 janë skenarët, e logjikshëm. E para, partia që dele para dhe i duhen pak deputet për të arritur shumicën, do kërkojë të blejë deputet në merkaton e deputetëve. Kemë parasysh që është merkatoja e kandidatëve para zgjedhjeve, që të gjitha partitë përveç Lëvizjes Bashkë mbejnë lojtar, del njëri për shembull si zoti Sula ndron 5 partitë edhe në fund fare nuk gjen vend te asnjëra. Këtë do bëj partia fituese që do dalë e para me deputetët e pakicës ose e pakicës relative. Do tentoj të blej. Sigurisht deputetët e Lëvizjes Bashkë nuk do blej dot, por me gjas do të gjej për të blerë në partitë e tjera. Por nuk eci para versioni i blerjes së deputetëve për të siguruar shumicën. Cila është alternativa e dytë? Që PS-ja me PD-n të lënë më njanë teatrin 30 ca vjeçar të grindjes dhe të njohin edhe publikisht interesat tyre të përbashkëta dhe ekzistojë të bashkëqeverisin. Sigurisht mund të gjejnë një fasadë të kësaj bashkëqeverisje, ta quajnë qeveri teknike. Zoti Berisha madje ka kërkuar para zgjedhjeve disa herë qeveri teknike. Zoti Rama thotë do hyjmë Bashkimin Evropian, kështu që e ndërtojnë edhe një legjendë të bukur edhe një narrativ, sipas cilës për hatër të dheut edhe të integrimit bëjmë disa vite bashkëqeverisje. Alternativa e tretë që Lëvizja Bashkë do të çojë përpara në parlamentin e ardhshëm, në rast se nuk ka shumicë qeverisë, është zgjedhjet e reja. Pra zgjedhjet e reja derisa të kemi vërtet një frymë të re dhe vërtet një qeverisje të re. Nëse mazhoranca socialiste apo edhe opozitës aktuale do t'i duhej qoftë edhe një mandat për të formuar qeverinë,
Mund të ishte ky një mandat nga Lëvizja Bashk? Më kollaj do ta gjej në Mongoli atë mandat sesa në Lëvizjen Bashk. Nga Lëvizja Bashk nuk do të kenë votat për asgjë. Ne i konsiderojmë të parti funde kryet korruptuara, funde kryet kapura nga oligarkia, funde kryet drejtuar nga njerëz që kanë vendin burg dhe janë kuvend. Aq po pak në ministri apo në kryeministri. Në këtë sens, Lëvizja Bashk ka një kontradikt të papajtueshme me partitë që kanë qeverisur deri më sot Shqipërinë. Ne jemi alternativa morale që i ka munguar deri më sot Shqipërisë, përveç alternativa programore. Në këtë sens, asnjë partie, kushdo qoftë ajo, që do të ketë nevojë për mbështetje për të qeverisur, nuk do të asigurojë dot mbështetje nga Lëvizja Bashk. Mirë mos harroni, në parlamentin e ardhshëm, sidomos ndër ato partia apo koalicione ku secili futet vetëm për veten e vet, edhe thjesht uniformën kanë përbashkët. Secili thotë më bëni deputet mua me zor në listat e hapura, aty pastaj do kërcas merkatoja. Sepse aty kushdo që fiton do thotë mandatin e kam personal, edhe në treg futem personalisht. Lëvizja Bashkë një parti serioze dhe moderne, kemi bindje të forta që na bashkojnë me njëri tjetrin, përpiqemi maksimalisht përfaqësojmë të drejtat dhe interesat e qytetarëve, kështu që ne palë me të keqen s'kemi për të bërë kurrë. Si prisni të jenë këto zgjedhje? Pra mund të flitet sërish për tjetërsim të votës, blerje të saj dhe sa garanci jep ngritja e task forces nga ana e SPAK-ut? Unë nuk e di si thua çfarë do bëj SPAK-u këto javë që kanë mbetur. Uroj shumë që të shohim veprime konkrete, reale, sepse ka indicje që në Shqipëri kërcënohen njerëzit për të votuar me vendin e punës dhe shitet dhe blihet vota. Të dyja këto janë vepra penale dhe të gjithë ata që kërcënojnë apo blejnë votat duhet të përgjigjen përpara drejtësisë. Gjithsesi, besimi im nuk është tek institucionet, besimi im është te aktivistët dhe mbështetësit e Lëvizjes Bashkë. Unë jam i sigurt se Lëvizjes Bashkë nuk kanë për t'i vjedhur asnjë vot. Jo se nuk do të tentojnë ta bëjnë, po se nuk do t'i lejojmë ta bëjnë. Ne do të kemi vëzhgues kudo gjatë gjithë procesit votimit dhe të numërimit dhe do të jemi deri në fund aty me aktivistë dedikuar, të guximshëm dhe serioz për të ruajtur çdo vot. Unë e kam thënë para 2 vjetësh kur isha kandidat për kryetar bashkie i Tiranës, nuk do të dëgjoni nga unë kurrë që më kanë vjedhur votat, se s'do na i vjedhin dot votat dhe i qëndruam gjatë gjithë procesit këmbgulës dhe të 13.852 votat që unë mora si kandidat për kryetar bashkie ishin të gjitha vota qytetarësh, asnjë vot nuk kanë arritur të na rrëmbejnë dot. Dhe të njëjtën gjë do them edhe për këto zgjedhje. Unë do të jem i vetmi kryetar partie që nuk fiton, qofse nuk fitojmë në zgjedhjet e ardhshme, që nuk do të dëgjoni nga unë më kanë vjedhur votat. Sepse ne do të kemi një të tillë organizim që çdo votë e hedhur në kuti për Lëvizjen Bashkë do të numërohet për Lëvizjen Bashkë. Në këtë kuptim, çfarëdo që të bëjnë të tjerët, ne kemi kundër masën. Madje, unë edhe te blerja e votës mendoj që ne si lëvizje kemi shumë për të bërë. Se mos harroni diçka, ai që e shet votën, shpeshherë e shet votën sepse nuk ka shpresë se vota e tij mund të sjellë ndryshim. Ne si Lëvizje Bashkë e shohim veten si një parti që ngjall shpresën tek njerëzit. E në këtë kuptim demotivon ata që duan ta shesin votën ose e kanë shitur votën deri dje dhe i rimotivon që të votojnë në mënyrën e duhur. Ndërkohë që partitë e tjera në Shqipëri thjesht bëjnë llogari të çastit apo të ditës dhe në fund fare qahen nëpër televizione, jo më vodhën votat, jo më ikën votat, jo më blen komisionerët, jo erdhën alienët edhe futën duart në proces. Një parti opozitare ka detyrimin jo vetëm të tentojë të mbrojë votën, po të realizojë mbrojtjen e votës në Shqipëri. Ne si lëvizje do ta bëjmë këtë gjë. Ju e përmendët pak edhe në fillim të bisedës zoti Qori që sa i takon oligarkëve dhe vazhdimisht e keni denoncuar të pjesë, pra oligarkët dhe marrëdhëniet klienteliste me pushtetin. Prisni që ata të kenë kontribut në këto zgjedhje në favor të mazhorancës? Ata kanë kontribut në favor të çdo partie përveç Lëvizjes Bashkë në këto zgjedhje. Çdo parti përveç Lëvizjes Bashkë shpenzon shuma marramendse në këtë fushat që janë të pajustifikuara me mbështetjen shtetërore ose me mbështetjen e vet antarëve të tyre partive. Oligarkët janë gjithë pranishëm. Oligarkët janë pranishëm në media. Oligarkët dhe mediat e mëdha të oligarkëve paracaktojnë kohën televizive të çdo partie politike. Oligarkët mundësojnë financimet e pista të partive gjithandej. Sigurisht, oligarkët financojnë më shumë atë që është pushtet se atë që është më pak i pushtetshëm. Mirë, po kjo është vetëm çështje sasie dhe jo cilësie. E vetëm parti anti-oligarkike dhe për një demokraci të shëndetshme sot në Shqipëri është
Lëvizja Bashk, prandaj ne kemi shumë më pak mjete se të tjerët, prandaj ne fushatën kemi për ta bërë të thjeshtë të maksimum për sa i përket mjeteve dhe të pasur për sa i përket ideve programit. Ne do të bëjmë fushat me autobus, ne do të bëjmë fushat me biciklet, ne do të bëjmë fushat me fletushka, do shkojmë ne te populli përpara se populli të vite ne, do shkojmë derë më derë, do shkojmë dyqan më dyqan, do shkojmë treg më treg, shesh më shesh, pikërisht sepse e mendojmë politikën si një angazhim i një lëvizje që shkon drejt qytetarëve dhe jo i agallarëve që presin, blejnë turma, blejnë pjesëmarrës, përfitojnë mbështetje të paligjshme dhe të pandershme nga të fortët e ekonomisë apo të nëntokës kriminale. Ne si lëvizje jemi e kundërta, e plot, e gjithçkaje të pisët, shëmtuar dhe të korruptuar që u ka parë syt qytetarëve shqiptar këto 34-35 vitet e fundit. Besoni se një autokraci si që është cilësuar modeli qeverisës në Shqipëri mund të rrëzohet me zgjedhje kur mbrapa është një makinerie të shtetërore që punon për vota, oligarkët, por edhe gjithashtu krimi i organizuar po ashtu? Alternativa ndaj zgjedhjeve është vetëm kryengritje armatosur, apo jo? Dhe unë nuk besoj që Shqipërisë as i duhet, as i nevojitet një kryengritje armatosur. Shqipërisë i duhet një shoqëri aktive që ngre zërin nëpër protesta, nëpër greva dhe në fund fare pushteti i vjetë rrëzohet me votë dhe pushteti i ri vjen me votë. Është detyrë e partive opozitare, kushdo qofshin ato, që të mos rrinë duar lidhur e të thonë poshtë diktatura edhe të shkojnë si cjapit e kasapit. Është detyrë e tyre që të ne bëjmë më smiri këtë detyrë, që të monitorojnë, të mbikëqyrin dhe të mbrojnë të drejtën e qytetarëve për të votuar lirisht. Munden gjysmërit autokracitë, edhe me votë, janë mundur edhe në vende të tjera. Më kuptoni? Janë mundur përmes organizimit të mirëfillt dhe bindjes qytetarëve. Po mund të ketë edhe presion nga jashtë, pra ndërhyrje nga jashtë. Patjetër që në një vend jo normal nga pikpamja e organizimit demokratik ka shumë ndërhyrje, ka shumë presione. Po detyra jonë nuk është të konstatojmë presionet, po të kundërvijemi presioneve. Ata me frikën e me shpresë, ata se po nuk na e dhatë votën, do ju heqim nga puna, ne se po votuat për ne do të transformojmë vendin dhe askush do ketë frikë më për t'ikur nga puna. Pra është lufta midis frikës dhe shpresës. Atëherë kur shpresa është e mirë organizuar, frika i hap rrugën. Prandaj ne, si lëvizje, duam të ndërtojmë këtë infrastrukturë të shpresës, pra këtë organizim mbar qytetar që e çon mesazhin pozitiv nga do dhe i përfshin njerëzit, i bën njerëzit pjesë të një të ardhme që duam të ndërtojmë të gjithë. Keni shpresë që me administratën e re Trump që ka ardhur në pushtet do të ketë ndryshime pozitive, po themi edhe në Shqipëri? Nuk kam asnjë të dhënë për llojet e ndryshimeve që do të ketë. Me sa konstatojnë deri tani, administranta Trump duket goxha indiferente për sa i përket fatit të vendeve si Shqipëria, kështu që në këtë sens, të paktën me ç'po ndodh deri më sot, nuk shoh ndonjë ndryshim substancial. Të shohim javët dhe muajt e ardhshëm, sepse ç'është e vërteta, administratë më pak të parashikueshme amerikane nuk ka pasur, me sa mbaj mend unë, deri më sot. Kështu që të shohim, nuk e di. Mund të godas rrjetin politik të lidhur me Sorosin, administrata Trump në vendin tonë? Ndoshta po unë prapë kam vështirë të përfytyroj se si politika e madhe e shteteve të mëdha do riprodhoj efekte, siç na e do mendja ne, edhe në një vend të vogël edhe të largët si Shqipëria. Politika e madhe nuk është luaj me shpata, luftë me shpata, ku ata që janë pas shpatarit të madh që lufton me shpatarin tjetër të madh fitojnë dhe ata që janë anën tjetër humbin. Nga ana tjetër unë e di që faktorët politik në Shqipëri janë aq oportunist, aq thurit e litarit, se kanë për gjë fare të ndryshojnë kahje. Mund dali zoti Rama nesër dhe të bëhet më Trump se Trumpi. Ja dha ishtullin e Sazanit dhëndrit Trumpit, mund t'i jap dhe gjysmën e Vlorës, se ka problem fare. Thjesht për arsye të përfitive politike të bëj gjithçka për të fituar favore. Ne kemi nevojë për një politikë me parime dhe këto parime sigurisht duhet të jenë të përputhshme me interesin tonë përbashkët. Zoti Rama ka bërë një rinovim të listës së kandidatëve për deputet në një mas të madhe duke zvendësuar emrat e vjetër me emra apo njerëz të rinj. Mund të godas kjo lëvizje mbështetjen për ju si lëvizje që në fakt keni përkrahjen e të rinjve? Ne kemi përkrahjen e të rinjve, kemi përkrahjen e pensionistëve, kemi përkrahjen e punëtorëve, shtresës mesme. Nga ana tjetër,
lëvizjet e zoti Rama janë komplet estetike, janë fare parapërmbajtje. E para sepse një pjesë atyre të korruptuarve që po jetojnë nga Spaku i ke akoma kandidat për deputet. Po duash bëjmë edhe një listë që të shohim se sa prej tyre më kollaj do hynë në burg se në parlamentin e ardhshëm. Unë besoj që sa prej tyre, jo vetëm e kanë vendin në burg, po me gjas nuk do i zërë 11 maj në liri. Sa deputet mund t'jenë si Po nuk e pasush? di, ma janë këto emrat që dalin, ku di unë, Gjaçka, ky Ndreca, të tjerë që janë në hetime sipër nga Spaku, madje ka dhe akuz nga Spaku. Nga ana tjetër, sigurisht që një parti si Partia Socialiste her pas here do të bëj makijazh, gjen ca oportunist vegjël, ca njerëz që ose e kanë humbur komplet raportin me ndershmërinë qytetare, ose janë aq naiv sa që arrin të besojnë ende se Partia Socialiste është parti, dhe jo thjesht një konglomerat feudalësh të korruptuarish dhe njerëz që i shërbejnë oligarkisë. Në qoftë se ti bëhesh pjesë e një partie fund e kryet korruptuar, ti nuk ke më justifikim për të thënë që unë jam njeri i ndershëm. Njeri i ndershëm nuk bashkohet me një band korruptuarish, dhe kjo sa shërben për të identifikuar Partinë Socialiste, aq shërben dhe për të identifikuar Partinë Demokratike. Janë grupime fund e krye të korruptuara, njerëzish që ose kanë vjedhur më parë ku kanë qenë pushtet, ose vjedhin tani që janë pushtet, për në të dyja rastet kandidojnë për të vjedh pas 11 majit. Edhe në këtë sens, askush nuk mund të thotë, unë jam vajzë e re, jam djalë i ri, kështu që për të mirën e atë dheut, mendova që do të ndryshoj gjërat nga brenda. PS-ja dhe PD-ja janë të pandryshueshme, mundet ose të vazhdojnë të na pinë gjakun edhe të gjitha, të na thithin gjitha energjitë tona produktive dhe krijuese, ose të zhbëhen e të shpërbëhen si parti dhe sigurisht i hapin rrugë si soi transformimit të masë të Shqipërisë. Dhe në pyetjet fundit, cilat janë pritshmëritë tuaja, zoti Qori, për rezultatin e zgjedhjeve në 11 maj? Ne jemi sot shumë më mirë se që kemi qenë 2 vjet më parë në Tiranë. 2 vjet më parë Tirana arritën të marrin 5% votave. Unë mendoj që ky rezultat do të jetë goxha më i madh në zgjedhjet e përgjithshme. Nuk di të them një shifër sepse në vendin tonë sondazhet janë të pabesueshme. E dyta, sepse ka një dozë arrogancë, thuash do marr kaq apo aq deputet, do marr kaq apo aq %, sepse në fund fare vota është vullneti i lirë i çdo qytetari që aty në ndërgjegjen e vet, në kutinë e votimit, mendon ç'është e mira për të vet, për familjen e tij dhe për mbar shoqërinë. Fakti që ju e keni vënë veten tuaj të dyti në listë sa i takon Tiranës, tregon siguritë që 2 mandate janë pak, po e sigurt që do i merrni apo? Tregon shembull në radh parë. Shembull që nuk është partia në shërbim të kryetarit, por është kryetari në shërbim të partisë. Çdo parti tjetër pas 11 maj, nëse fiton një deputet, ai deputet ka për të qenë kryetari i asaj partie. Edhe ato parti që gjasme bëjnë garë me listat hapur, nëse fiton një deputet, ai deputet ka për të qenë kryetari i asaj partie. Nëse Lëvizja Bashkë fiton një deputet, ai deputet ka për të qenë Redi Muçi në Tiranë. Nëse fitojnë 2 deputet në Tiranë, ai deputet do jetë unë e kështu me radhë. Kështu që në këtë kuptim arsyeja kryesore ka qenë të japim shembull, të japim modelin se si nuk lufton e gjithë partia për një njeri, për një individ, për kryetarin, por kryetari bashkë me gjithë aktivistët e partisë luftojnë për një kauzë të madhe, për kauzën e transformimit rrënjësor të Shqipërisë, për ndërtimin e një modelit të qëndrueshëm zhvillimit ekonomik, për rimëkëmbjen e shtetit social, shtetit të drejtës dhe për demokraci pjesëmarrëse. Ju falenderoj që ishit në studio dhe ju uroj suksese. Kënaqësi.